me zotin Ardian Muka, i cili njëherë zgjedhë antar i Këshillit Bashkiak në Durrës, kryetari i Partisë Demokratike për Durrësin. Zoti Muka, jeni njëkohësisht edhe urbanist, edhe antar i Këshillit Bashkiak. Tani, pa u marrë me natyrën, pa u marrë me shiun, i cili ka ndarë mendjen të bjerë fuqishëm, ajo që është duke ndodhur të paktën me Durrësin, më pas mund të flasin edhe për Gjirokastrën, se është rasti pa precedent, por ajo që ka ndodhur me Durrësin është një kronikë e një ngjarje të paralajmëruar, sepse shiu më i parë që do binte me një lloj intensiteti, me atë situatë aktuale të kanalizimeve bllokuara, të një hidrovori të shmangur, duket se autori i kësaj situate nuk mund të jetë fatkeqësia natyrore. Të paktën këtu sigurimi më të qartë se çfarë ka ndodhur me Durrësin. Në mënyrë absolute jo, nuk është natyra. Natyra ka kryer atë çfarë bën për vit në këtë sezon, në këtë sezon në Durrës. Keni parasysh që shirat që kanë rënë nuk kanë qenë shira me të rrëmbyshëm, kanë qenë shira maksimumin e vet në 5-6 mm për metër katror në orë. Po. Por ka vazhduar me pak më gjatë si kohë, ka vazhduar për rreth 3-4 orë. Dhe kjo është e gjitha, flasim për shirat e para 2 ditësh. Ndërkohë që neve në të njëjtën situatë kemi qenë edhe në fundin e dhjetorit të vitit kaluar, kemi qenë edhe në shtator të këtij vitit kaluar dhe gjendemi në të njëjtën situatë edhe tani. Pra, natyra është brenda normave, neve e dim që në Durrës këto periudha janë periudha shirash, nuk kanë qenë shira me shumë intensitet. Ajo çfarë është, dhe neve e paraprim, unë ngrita në mbledhjen e fundit që vitit ku kaluam dhe buxhetin, e kaluaj pjesa socialiste e gjë, sepse neve me kontestimet që i bëm dhe me ato referenca që i dham Këshillit, të cilat duhet ishin marrë parasysh që edhe kjo situatë që neve po gjendim, mos u gjendim, i referuam dhe i tham që ne mos të shkojmë dhe vetëm të tamponojmë situata kur ato ndodhin, siç është dhe situata e tanishme. Në Këshill u propozua për një dëmshpërblim për shirat që kanë rënë vitin e kaluar, rreth 505 milion lekë vjetra, nga të cilat dëmshpërblehen 430 familje, por kjo është një shifër jo e mjaftueshme, është thjesht një 20 apo 25% e vlerës. Atëherë vetëm një moment,